Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 9 maj i vitit 2026. Sot do flas për atë që unë flas prej 2-3 muajsh, luftën në Iran. Por sot, nga që shumë prej jush më kanë kritikuar, më kanë kontaktuar, më kanë pyetur ku është frymëzim Dauti, njerëz që nga Australia deri në SBA, që ku po u sjell frymëzimin për të diskutuar çfarë po ndodh në botë, ndoshta në Rusi, por në veçantë luftën Rusi-Iran. Frymëzim miq të kanalit ton të ju kem munguar dhe besoj që do të shohin me shumë kuriozitet mendimet e tua. Ë, për ata që na ndjekin, ne të gjithë e dim që sot është ndoshta dita e 70, nëse s'jam gabim, që kur kanë nisur lufta SBA Izrael me Iranin. Fillimisht lufta ishte 40 ditore. Më pas, nëse s'jam gabim, në datën 7 prill, çfarë ndodhi është që presidenti Trump kërkoi që të ketë armë pushim. Megjithatë, për personat që ndjekin lajmet, e kanë parë që lufta nuk ka mbaruar. Kur iranianët kërkuan, domethënë ju përgjigjen kërkesës amerikanëve për armë pushim, i dhanë disa kushte dhe disa nga këto kushte ishte që Izraeli jepte fund luftës në Liban, dhe e dyta që amerikanët të zotoheshin që nuk do ta sulmonin më Iranin. Por për personat që ndjekin lajmet, pothuajse në çdo 2-3 ditë kemi sulme iraniano-amerikane. Ditën e premte amerikanët urdonin që të kalonin në kanalin e Hormuzit, dërguan 3 destroyer apo luftanie, të cilat iranianët i goditën, dhe më pas patëm kundër përgjigje amerikane dhe ndoshta nga Emiratet Arabe. U goditën disa qendra në Iran, sikur Ishull i Keshëm, porti i Bandar Abbasit, rajoni i Minabit e tjerë. Megjithatë, edhe pse pati shkëmbim zjarri ndërmjet dy palëve, presidenti Trump tha që jo, tha, armë pushimi vazhdon, tha. Ajo që i dham neve iranianëve ishte një laptop, apo në shqip mund ta përkthenim një dackë apo shpull dashurie, dhe ku ka ngel konflikti në këto momente, ka ngelur te Irani, i cili vazhdon që ta mbajë të mbyllur kanalin e Hormuzit, dhe amerikanët, të cilët kanë çuar flotën e tyre në gjirin e Omanit dhe i shantazhojnë iranianët dhe anijët iraniane që mos të dalin në Oqeanin Indian dhe mos të shesin naftë. Pra kemi një blokadë të dy anshme, por zhvillimi më i fundit i javës së kaluar, ku patëm 2 konfrontime ndërmjet amerikanëve dhe iranianëve, është që iranianët tani më e kanë bërë mod që sa herë përplasen me amerikanët, ata godasin Emiratet e Bashkuara Arabe, Abu Dhabin, Dubain, Ishullin, atë portin e Harxhit e tjerë. Si rrjedhoi, çfarë ka ndodhur është që këto Emiratet e Gjirit Persik, Kuvaiti, Bahreini, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe nuk më shesin dot më naftë nga Gjiri Persik. Sauditët po shesin naftë, por shesin nëpërmjet detit të Kuq, dhe me ndalim, me domethënë me rregullat më të fundit të iranianëve,
është që ata ja kanë bllokuar Emiratasve edhe daljen në gjirin e Omanit dhe e kanë caktuar atë si zonë të mbyllur për tregtimin e naftës. Ë, Amerikanët apo për ata që ndjekin presidentin Trump, atë ka zënë paniku, ka që mbyllja e kanalit Hormuzit po i fret amerikanëve zinxhirin e ekonomisë petrodollarit. Në anën tjetër kemi një krizë globale për naftën, ku çmimi i naftës sa vjen edhe rritet dhe si pasojë çdo gjë tjetër rritet. Frymëzim, si shikon këto zhvillime? Kush është komenti yt për atë që po ndodh? Faleminderit, Olsi, i përshëndesim ndjekësit. Më vjen mirë që disa kërkojnë analizën time, po unë gjatë kësaj kohe kam bën në një televizion të Shqipërisë dhe besoj që ata çka më kanë gjek i din parafërsisht mendimet e mia për këtë luftë. Mirë po ja që u bë një kohë gjatë, me ju s'kemi bë video dhe kuptohet që nuk mund t'i lidhim të gjithë ngjarjet, do të flasim vetëm sipërfaqësisht. Tani unë zakonisht e kam vërejtur kur bëj video, mund t'i quajmë gafe, pra në vend të Iranit them ndonjëherë Izraeli. Këtë e them për shkak se dhe ju në fillim të kësaj video bët gabim, thatë lufta Iran-Rusi, thatë në vend që të thoni luftë Iran-Shëba, do t'a vëreni, po kjo vjen me moshë. Tani unë kam dy vajza, njënën e quajnë Dua, njënën Ala dhe i ngatroj emrat e tyre. Kuptohet më herët nuk e kam pasur këtë problem, po një gaf të fundit çka e bëra në vend të them ngushtica e Hormuzit, thash ngushtica e Korfuzit. Pra kërkoj ndjes. Nëse bëj, po besoj që ata që janë gjekës të rregullt i kuptojnë se kur them në vend të Iranit, Izraeli, besoj që do ta kuptojnë se çka dua të them. Tani kuptohet që jemi në një luftë të rëndësishme si për Iranin, si edhe për rendin botror. Pra kjo është vazhdim i ndrimit të rendit botror. Ne kemi bërë video edhe para 4 vite dhe kur ka filluar kjo lufta Rusi-Ukrainë, unë kam thënë që nuk bëhet fjalë vetëm për luftën Rusi-Ukrainë, po bëhet fjalë për ndrimin e rendit botror. Dhe më kujtohet që kam thënë që nëse prej 90-s, më shumë se 3 dekada kemi jetuar në një botë unipolare, do të duhen të paktën 3 vite për çdo dekadë një vit, që ti ndjejmë ndryshimin e rendit botror. Pra tani jemi në vitin e 4 të fillimit të luftës Ukrainë-Rusi dhe mund ta kuptojmë tani që veç ndihen ndryshimet e rendit botror unipolar dhe dal nga dal hym në rendin botror multipolar, ku dhe shtetet islamike do të kenë zonën e tyre të ndikimit dhe kuptohet për çështje të rëndësishme botrore, edhe ata do të pyeten, qoftë ajo Irani, qoftë Turqia, apo qoftë një koalicion në mes shteteve islamike. Tani, kur filloi kjo luftë, para se të filloj kjo luftë, unë po ashtu kam bërë disa video, nuk kam qenë kundër luftës. Unë mendoj dhe vazhdoj të mendoj që ishte nevojshme një luftë. Dhe këtë e thoja jo që besoja shumë në forcën ushtarake të Iranit, por më shumë besoja në dobësimin e perandorisë amerikane. Pra ne jemi të gjithë të vetëdijshëm që amerikanëve u ka mbet vetëm propaganda, për atë janë të pazavendësueshëm, për shkak se propagandën e SBA-s e bën Izraeli, mediat izraelite. Dhe kur filloi lufta në me Hamasin në Gaza, unë kam mbajtur atë qëndrim që ushtria izraelite nuk ka kapacitet që ta okupoj Gazën. Kur filloi lufta e Izraelit me Libanin, kam thënë që nuk ka kapacitete ushtria izraelite ta okupoj Libanin Jugor apo ta luftoj Hezbollahun. Dhe
para se të filloj kjo luftë, ne kemi bë video si kur kanë thënë që nuk ka kapacitet SBA-ja që ta luftoj Iranin, dhe si duket të gjitha ata mendimet që i kanë pasur dalin të vërteta. Tani ne jemi ndër të paktët çka mendojmë kështu, dhe çka i themi hapurazi këta mendime. Ndoshta në Maqedoni flasi, ndoshta ka ndikush, se unë edhe nuk i ndjek mas mediat, po sa jam informuar, nuk besoj që ka ndonjë akademik çka flet në favor të Iranit dhe i këta mendime i ka si unë, kuptohet në Shqipëri jeni ju dhe ka ndoshta të tjerë. Mirë po tani dalin ata çka kanë dështuar çdo herë me mendimet e tyre për forcën ushtarake amerikane, dhe tani kanë filluar dal nga dal që ti ndryshojnë mendimet, po përsëri shumica e opinionit shqiptari ende i ndjekën ata. Pra nuk është se neve na është shtuar numri i ndjekësve, pra ata çka kanë qenë besnik, ata vazhdojnë që të na shqyrtojnë, dhe kjo është mirë për ata për shkak se marrin informata nga faktet dhe përvoja jonë e shkollimit dhe nga leximi jonë, dhe nuk bëjmë ne propagandë, po Një urdhënojmë. moment, nëse të lejon të ndërpres fakt. Kur isha në Shqipëri për Bajram, bura re që opinioni publik ka ndryshuar shumë. Në fakt në Shqipëri, nuk e di si është në Maqedoni. Po kam takuar njerëz që unë i klasifikoja si vehabit, njerëz që e kanë shar Iranin në vite, dhe që tani që po bëhej kjo luftë kishin ndryshuar mendim. Por unë çfarë kuptova në Shqipëri është se në këto rrethet e besimtarëve musliman, hoxhallarëve e tjerë, ka shumë presion që bëhet, bëhet presion që nga ata që marrin fonde nga Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Bahreini e tjere, Kuvajti e tjere, ka edhe presion nga policia e antiterrorit. Por unë jam habitur, domethënë që kam takuar hoxhallar dhe myftiler që më kanë shprehur simpati për Iranin, gjë që nuk e prisja. Dhe dua që të bëj këtë pyetje për atë që përmende për Maqedoninë. Se unë e kuptoj që ne në Shqipëri jemi më të hapur, domethënë edhe ka njerëz si Kastriot Shipi, Dritan Goxhaj, Alpin Goxhaj, ky Fred Çako e tjerë që dalin nëpër media dhe që e justifikojnë Iranin dhe e tregojnë që domethënë flasin pak a shumë si neve. Nuk e di, në më ke ndjekur kur isha në Shqipëri, shkova edhe në Kosovë që folën për Iranin, në atë emisionin e Kushtrim Sadikut, ku përballë nesh kishim Halil Matoshin edhe një palë Shtufi, se si kishte emrin, ku këta kosovarët na ulërinin, kur neve thonim që Irani po del mirë në luftë. Po në rastin e Kosovës unë e kuptoj që është servilizëm dhe frikë që ata kanë nga amerikanët, që ndoshta vjen edhe si pasojë e typjes e rekrutimit të shumë intelektualëve si agent nga Jugoslavia, edhe besoj se ndoshta janë këto faktorët që i bëjnë për Kosovën po flas, që të kenë frikë që të flasin. Ama çfarë më bëri mua përshtypje është që pasi dash intervistën në kanalin 10, që të jam gabim, gjithë rrugës deri në Shqipëri, kudo që ndalonim me gjithë mikun tim Gjergj Thanasin, na ndalonin besimtar musliman, na përgëzonin, na japnin dorën, na thonin Allahu të shpërblet, na afronin, na blenin kafet, na qirasin e tjerë, gjë që neve nuk e hasim në Shqipëri. Domethënë, unë çfarë kuptova është që edhe në Kosovë ka një simpati shumë të madhe për Iranin, po ka shumë frikë që unë nuk e kuptoj dot pse, nga që unë jam edhe i huaj, pse ekziston kjo frikë. Edhe nëse më lejon, dua të ndaloj te puna e Maqedonisë, që përmendë këta analistët e tjerë që mbajnë anën e Amerikës. A e bëjnë këtë, duhet të pyet, nga ignoranca, nga budallakia apo nga servilizmi? Se në rastin e Kosovës unë e kuptoj që e bëjnë nga servilizmi, nga që janë
Ata që dalin nëpër televizion janë hipokrit. Bilet, unë jam zënë, nuk e di, në ke ndjekur intervistat e mia, dola te MCN-TV-ja dhe ishte njëri që ka qenë ministër për këto komunitetet për qeverinë e Ramush Haradinajt, të cilit kur po i flisja për Iranin e për Rusin, filloi të më kërcënonte në emision, ne do të ndjekim ty e do të bëjmë. Edhe i thashun, po shive, nuk më terrorizoni dot, i thashun, siguri ka terrorizuar Ramushi ata që nuk i bindeshin. Edhe e mbrojta edhe Rusinë, e mbrojta Stalinin atë bisedë që ishte, se i thashë, dëgjoj, nëse për ju në Kosovë është Amerika që ju besoni që u çliroi dhe ju shpëtoi, te ne në Shqipëri është Rusia, është Stalini, është Bashkimi Sovjetik, ata që e shpëtuan Shqipërinë nga Jugoslavia, e ndërtuan etj etj. Por domethënë çfarë dua të them është që se unë nuk e njoh mirë Maqedoninë, prandaj po të pyes ty. Në Kosovë shumë kjo bëhet nga frika që kanë kosovarët. Po në Maqedoni, kush mendon që është arsyeja? Tani besoj unë, është arsyeja se ne nuk e njohim Iranin. Mhm. Për dallim nga Turqia, kuptohet që bëhet propagandë e madhe edhe kundër Turqisë. Mirëpo shqiptarët e Maqedonisë kanë edhe lidhje familjare me njerëz në Turqi, për shkak se shumë veta janë shpërngulur gjatë kohës së komunizmit. Po ashtu bëjnë edhe lidhje tregtare, pra shkojnë për mallra të blejnë në Turqi, po shkojnë edhe për pushime, dhe kush e di sa të flasin mediat e Shqipërisë kundër Erdoganit apo qeverisë islamike, siç e quajnë mediat që i futen në gjuhën shqipe, Turqien, nuk ka efekt për shkak se njerëzit e shiqojnë në dorë të parë. Mirëpo Irani, shumë pak njerëz njoh që kanë shkuar në Iran, unë për vete nuk kam qenë. Mirëpo unë do ta tregoj një rast para 10 viteve, më kujtohet në bisedë me njërin, edhe ai pak me shkollë, dhe tha që Irani tha nuk janë musliman. Unë u habita, tha, si mendon nuk janë musliman? Jo, tha, nuk janë musliman, tha. A don të ta sjell, tha, librin, tha, e ka lexuar ke një libër në gjuhën shqipe, tha, jo, a don të ta bi librin se këta shiat nuk janë musliman. Mu më erdh pak si habi, thash, jo, s'ka nevojë të ma sjellish librin, thash. Unë e kam qartë se ata janë musliman, se besojnë në Kur'an, besojnë në profet. Historia e tyre është histori islame, dhe u habita kur filloi lufta Izrael-Iran, dhe unë këta selefit, si zakonisht janë në Shkup ata, nuk kam qenë kundër atyre, dhe edhe pse nuk i ndjek videot e tyre, po kur filloi lufta Izraelit dhe Iranit, ndodhen në YouTube të dalin ndonjë video, dhe përfaqësuesin një ndër përfaqësuesit, ndoshta më kryesor, të selefive të Shkupit, tha që ne në këtë luftë Iran dhe Izrael nuk duhet të mbajmë anë. Tani nuk më kujtohet fjala e saktë çka më tha, po fjala se ata janë qafira Izraelit, ata janë qafira, dhe ne si musliman nuk duhet të mbajmë anë, edhe aty e kuptova se kjo propaganda e Iranit bëhesh nga vahabit Po, e Maqedonisë. dëgjoj, këta vehabitët e Shkupit e kanë halal që e bëjnë këtë gjë, se ta kanë pat marrë nga 4.5 milion euro në muaj nga Kuwaiti që të bënin propagandë kundër Iranit. Ta kuptohet që janë të paguar. Po unë dua të pyes në këto çarqet intelektuale, akademike, domethënë çfarë ndodh. Se për vehabitët nuk i pus në llogari. Po këta intelektualët i ndëgjojnë lajmet e Shqipërisë dhe CNN-in, Fox TV-n, dhe mendimi i tyre është i formuar nga propaganda që i fute. Po Mirë, po këta muslimanët, nuk kanë liri intelektuale ata. Se në Maqedoni kemi shumë intelektual që janë shkolluar në Perëndim, janë shkolluar në botën islame, që i dinë gjërat. Apo, domethënë, unë duhet të kuptoj, a kanë frikë, sikur unë e kuptoj që ndodh në Kosovë, sepse domethënë në Kosovë të ndërshkojnë, po folet vërtetën. Domethënë, kemi dy grupe, me sa unë e kuptoj. Një, ta që janë të paguar, që normal ata do i bëjnë yzmetin parat që vjen nga vendet zioniste arabe, por pjesa tjetër është që ka intelektual dhe unë shoh, domethënë se intelektualet e kuptojnë lojën.
Edhe po duhet kuptoj, a janë frikacak apo kanë ndonjë arsye tjetër që unë se kuptoj? Njëherë kam dyshim në leximin e tyre, për shkak edhe pse janë intelektual, nuk është se kanë hyrë të lexojnë pak thellë islamin, historinë islame, dyshojnë njëherë në njohuritë e tyre, por po ashtu duhet ta kemi parasysh se njerëzit, sidomos ata që kanë intelektual, shqyrtojnë karrierën dhe nuk është trend që ta mbrojsh Iranin në politikën ndërkombëtare. Pra Tani kanë unë frikë. do ta japi si shembull që besoj që është shembull bindës, kur isha drejtori i Bibliotekës Nacionale të Maqedonisë, kisha ftesë për vjetorin e Revolucionit Islamik të Iranit, besoj që ishte 40 vjetori atërës, se kam qenë edhe një herë tjetër, dhe nga gjithë funksionarët shqiptar që unë konsiderohesha funksionar shqiptar, pra një detyrë të rëndësishme, nuk kishte asnjë shqiptar përveç meje. Pra sa ministra kemi, se gjithë kam pas ftesa, zëvendës ministra, drejtor të institucioneve të rëndësishme, pra unë isha i vetmi. Okej, Dhe jo një herë, kam qenë 2 herë. më fal. Për me Pse thonë ka është frikë. Po. Okej, po pse kanë frikë? Po kam frikë se dëmtojnë karrierën e tyre. Sa idiot, sa ignorant që janë. Okej. Po. Pra, Besoj që kjo është bindja ime, mund të jem unë e gabim, po jo, do më thënë jo, unë e di që është punë frike, kupton? Sepse unë i kam parë shumë kosovarë që janë, do më thënë, të Maqedonisë nuk i njoh mirë, po në Kosovë kam parë që janë shumë frikacak. Në Shqipëri janë më trima intelektualët. Biles, kur shkova në Shqipëri, në një nga këto emisionet që pata në MCN TV, te ky Ylli Rakipi, edhe ishte një kosovar, domethënë, që ai paguhet nga lloj-lloj shërbimesh, edhe kur mbarovëm debatin, më pyeti Olsi, tha, sa të paguan Irani, tha, në muaj. Nga që unë emision mbrojta Iranin, edhe i thash, paguem, i tregova sa paguem, sa kam rrogën, po i thash, nuk më paguan Irani, tash më paguan Malajzia, tash. Por mënyra se si ai ma tha, domethënë, e para, domethënë, ky person mendonte që unë kur flas se paguem, nga që ndoshta ai flet nga që paguhet, dhe e dyta ishte si një farë kështu, domethënë, një farë jargavitje, një farë joshje, një farë dëshire, domethënë që a ma gjen edhe mu një rrok që ta mbroj edhe unë Iranin si puna jote, kupton? Edhe gjena një habitur, por se këtë Ramazan, domethënë, kur kam qenë në Shqipëri, kam pa tmerr, domethënë s'kam parë ndonjëherë kaq presion në jetën time, sepse dola edhe në një televizion të madh kombëtar, ku prap më doli një kosovar aty, i cili mbronte Izraelin dhe sulmonte Iranin, kur më vonë më thanë që ky kosovari punonte për shërbimin informativ shtetëror në Shqipëri, e paguanin 4.000 euro në muaj, që të dilte në për televizionet dhe të sulmonte Islamin, Iranin, edhe çfarë donte Edi Rama. Pra, tash janë agent të paguar, unë i kuptoj, por puna është që në Shqipëri unë shoh që ka intelektual që kanë guxim që e thon atë të vërtetën. Dhe nuk arrit të kuptoj pse janë kaq frikë këta shqiptarët e Shqipërisë lindore, e ish Jugosllavisë, domethënë. Unë e kuptoj që ka shumë prej tyre që ndoshta në të kaluarën kanë qenë agent të shërbimit sekret jugoslav etj etj, ndoshta kanë frikë se i hapen ato dosjet e të kaluarës. Por besoj që breziun duhet të jetë shumë herë më i lirshëm. E kuptoj pastaj që janë këto interesat, jo interesat turke, interesat arabe, saudite, kuvajtiane, se këta të përjashtojnë, po fillove të dalësh kundër rrymës. Unë e kam parasysh. Po prap duhet të ketë njerëz që të jenë pavarur. Duhet të ketë prap njerëz që të jenë intelektual, domethënë njerëz që të shenjtë në veten e tyre nuk kanë dollarin, por kanë të vërtetën. po si tani kur bëhet fjalë edhe te propaganda edhe në lajmet e Turqisë, e shqyqoj te komuniteti turk, nuk është se ka simpati të madhe për Iranin,
Mirë po aty është çështja tjetër, nuk është çështja fetare, është çështja e interesave politike, gjeopolitike. Ne duhet kemi parasysh që një pjesë të madhe të mediumeve të Turqisë ende sponsorizohen nga çifutria ndërkombëtare dhe si zakonisht si në Shqipëri çka dalim, edhe pse nuk i ndjeki, po edhe në Turqi ke emisione të rregullta kur disa si ekspert të ushtrisë apo general në pension japin mendimet e tyre dhe bëhet edhe propagandë kundër Iranit, sidomos në fillim të kësaj lufte. Ata dilnin dhe thuanin ja, Irani është duke e sulmuar, për shembull Arabinë Saudite, është duke e sulmuar Katarin. Mirë po kuptohet që dal nga dal ndryshoi edhe politika në Turqi, kur e pan forcën e Iranit dhe tani për tani besoj që opinioni është pro Iranit edhe në Turqi, kuptohet edhe në Maqedoni dhe i ndihmoi çështja që bëhet fjalë për Izraelin dhe Izraeli në këta 3 vitet e fundit ne e dim që është shpallur si shtet gjenocidial dhe gati i gjithë opinioni perëndimor ka filluar që ta kuptoj të vërtetën për shkak se kanë filluar edhe të lexojnë. Ndoshta edhe videot tona të popullata shqiptare ka pas ndikim, mirë po duhet kemi parasysh këtë që videot tona tani fal teknologjisë mund edhe të përkthehen dhe videot e mia nuk shiqohen vetëm në Maqedoni te popullata shqiptare, po me përkthime ndiqen edhe në vende të tjera, besoj që të juaja po ashtu, pra ti flet shqip dhe poshtë titulli me përkthimin e gjuhës së tyre e ndjekin dhe dal nga dal kuptohet që ndryshon, e kuptojnë dal nga dal edhe historinë se çka është propaganda amerikane. Ne kemi bë video për Amerikën dhe më kujtohet që të paktën 3 video na i kanë cenzuruar juve në Facebook dhe nëse shiqon përmbajtjen atyre videove ka të bëj njëra besoj që me luftën e Jemenit dhe unë kur kam thënë që lufta njët amerikane do të zhiten në ujë apo ato një aeroplan bajtëse e kanë humbur efektivitetin e tyre për shkak se ata e kanë kërcënuar botën në vitet 80-a, 90-a, mirë po teknologjia ka ndryshuar dhe ata do të zhiten dhe çdo herë kur i kemi bërë këta video apo se Irani do të dalë fitimtar se SBA-ja nuk ka kapacitet ta sulmoj, ta okupoj Iranin, nëse fillon kjo luftë, Amerika do të falimentoj si financiarisht, pra të gjitha ata çka i kemi thënë, dhe Facebooku na i ka bllokuar për shkak se nuk kanë dashur të formohet një opinion. Po. Të ndërpres vetëm një moment. Kam bërë para 3 ditësh me Gjergji Thanasin, një mikun tim në Durrës, një analizë se si Meku në Shqipëri ka nisur të rekrutojë në mënyrë masive fshatar, fëmijë, gazetar, policit antiterrorit e tjerë. Dhe kjo video ku ne luajmë intervista që vetë mujahidinët i kanë bërë me njerëzit e ndryshëm, dhe të tregojmë se si ata japin njerëzve fasa me miell dhe ushqime që t'i rekrutojnë. Kjo video deri tani që ne flasim ka shkuar 700 shikime. Që normalisht videot e mia, sidomos kur janë kështu tema të nxehta, shkojnë 3000, 4000, 5000. E kam postuar këtë video 2 herë apo 3 herë në Facebook, e ka postuar Gjergji Thanasi, e kemi shpërndar, edhe nuk po shikohet video. Po ajo është video me informacion për gjitha inteligjent në shërbimet inteligjente, për policinë, për prokurorin, sepse domethënë është një video ku kemi analizuar se çfarë po bën Meku, se si Meku është duke ndërtuar një ushtri me shqiptar në Shqipëri, mujahidinat. Dhe i përdor këta kundër Iranit dhe në shërbim të Izraelit. E duhet them, domethënë se atëherë kur na censuroni neve ishte koha e Bidenit, nëse s'jam gabim, dhe censura ishte masive. Ama të që ma bën para 3 ditëve jam habitur, domethënë vazhdon prap censurat, të ulin direkte logaritmet, ato algoritmet. Po, tani edhe unë kam vërejtur se
i ndjeki disa emisione nëpërmjet YouTube-it edhe të Shqipërisë dhe i shiqoj komentet se ka një simpati për Iranin, të paktën videot kur i bëj unë, jam favor të Iranit dhe mund ta shiqoni edhe nëpër lajme apo nëpër video lirisht përmendet fjala Çifut. Ne kur i bënim videot, atëherës nuk na lejonin të themi Çifut, menjëherë na ndërpritnin, thonin jo nuk është Çifut, është hebre. Po unë jo se përdori Çifut, po për shkak se atyre nuk ju pëlqen ajo fjalë, e them atë me qëllim, për shkak se unë i quaj ata jahudi. Pra unë zakonisht i them jahudit, mirë po kur e di se atyre nuk ju pëlqen, unë për inati ua them Çifut, për shkak se nuk kam pse va bëj qefin. Dhe tani, pra kjo fjala Çifut, që nuk është gabim, pra në gjithë literaturën shqiptare, unë për herë të parë fjalën Çifut e kam mësuar nga leximi i librit 1001 natë, pra është në gjuhën shqipe, prej 13-14 vjeçar kur e kam lexuar, Çifut nuk e kam kuptuar fjalën, çka do me thënë. Pra në Shqipëri përdoret, mirë po te ne nuk përdoret, po tani ka filluar me të madhe të përdoret shprehja Çifut, për shkak se nuk kanë simpati dhe përderisa ata insistojnë mos përdoret, për inat njerëzit kanë filluar në masë ta përdorin dhe besoj që është insistimi jonë që nëpër video e kemi përdor këtë, që kjo fjalë mbeti në të përdorej sot e kësaj dite. Tani, çka mund të flas për luftën? A besoja unë që do të fillonte kjo luftë, po besoja se do të fillonte, për shkak se vendimin kuptohet duhej ta mirte Trumpi. Dhe Trumpi ka erdhur në një moshë, i cili është 80 vjeçar, pra ka hyrë në fazën e Bidenit, për të cilën ne talleshim se nuk është i vetëdijshëm çka flet. Po, e zinte gjumi, pra në një fazë është edhe Trumpi. Dhe duhet simbolikën pak të shiqojmë, pra Trumpi është presidenti 47. Dhe ky vit është 47 vjetori revolucionit islamik. Dhe tani ne kemi bërë video ku u bë atentati për Trumpin gjatë kampanjës për president, dhe më kujtohet se kam thënë me ju apo në video tjera se kjo do të ketë pasoja për Trumpin, për shkak se ai në të vërtet do të kuptone se në këtë botë është për një mision të veçantë. Për shkak se fati e deshi që ai ta lëvizë kokën dhe shpëtoi nga plumbi. Dhe kjo si zakonisht njeriut e trondit njeriu dhe beson që është i ardhur me një qëllim. Po ne besonim që qëllimet e tyre do të jenë për të mirë të shtetësve amerikan. Mirë po njerëzit përreth atij kuptohet që gjendjen e tij psikologjike arritën që ta shfrytëzojnë për qëllime sioniste dhe të çifutrisë ndërkombëtare. Dhe kam patur mundësi që të lexoj disa mesazhe që i dërgohen Trumpit, që ndonjëherë në anglisht i thuajnë leaks, pra rrjedhin ato ndonjëherë në mediat, dhe ambasadori amerikan në Izrael quhet Huckabee. Huckabee është Mike Huckabee është pastor protestant. Bile vajza e tij Sandra Huckabee apo Sara Huckabee ishte zëdhënëse e shtëpisë së bardhë gjatë presidentit Trump në mandatin e parë, tani është guvernatore Arkansasit. Dhe ky është pastor që quhet pastor prift, i thonë evangelist. Është fanatik i madh dhe ai dërgonte prej Jerusalemi apo Tel Avivi apo Kutsi, i dërgonte mesazhe Trumpit që thonte juve Zoti vu mbrojti për një qëllim të madh. Dhe prandaj duhet të bëjmë gjithçka që të sigurojmë ekzistencën e Izraelit, që nënkuptonte që duhej të sulmohej Irani. Dhe besoj që për shkak të gjendjes së rënduar të Trumpit, si është bërë një fëmijë, shumë lehtë manipulohet nga njerëzit përreth atij, për shkak se të gjithë njerëzit e tij që janë përreth janë evangelist, janë sionist, për dallim nga qeveria e Biden, të cilët ishin çifut, pra gati se gjithë ministrat ishin çifut. Te Trumpi nuk janë shumica çifut, janë shumica evangelist, duke përfshirë këtu edhe ministrin e mbrojtjes, i cili është një fanatik evangelist dhe kuptohet me inteligjencë të dobët, i cili është me tetovazhe
në të gjithë trupin e tij, me kryqje dhe beson që qëllimi i tij është që ta shkatrojnë Xhamin Al-Aqsa dhe ta ndërtojnë tempullin e tretë të judenjëve. Dhe ne çka i kuptojmë historinë, e njohim si Biblën, si Kuranin, si historinë islame të krishterë dhe jahudit, e kuptojmë politikën ndërkombëtare. Për ne as pak nuk ishte befasi kjo luftë, po ashtu duhet ta kemi parasysh që Trumpi e ndjek televizionin Fox News, e cila është televizion konservator, e qifutrisë ndërkombëtare, dhe ato si zakonisht e din orarin e Trumpit, kur është në vizita, kur është në shtëpi, në cilën orë shqiqon televizion, dhe si zakonisht nëse ndjekni Fox News TV, do të kuptoni se të gjithë ata që flasin, i bëjnë apel Trumpit, sikur janë në televizion dhe i flasin atij, për shkak se në atë kohë ai e shqiqon. Dhe neve na kujtohet që para fillimit të kësaj lufte, senatori South Carolina, Lindsey Graham, dilte në televizion dhe thoshte që Irani është shumë i dobët pas protestave. Neve vetëm na duhet një shtytje që t'i shpëtojmë protestuesit, për shkak se Trumpi ju premtoi atyre se ndihma amerikane do të vjen, dhe si të fillojë kjo luftë, do të ndrohet regjimi dhe do të vijë mbreti apo princi djali i shahut, Reza Pahlavi, do ta marrë pushtetin, do të bëhet një qeveri që do të jetë në bashkëpunim të ngushtë me Izraelin dhe Amerikën, dhe përgatitën psikologjikisht Trumpin që do të fillojë kjo luftë dhe do të jetë e shkurtër, brenda një jave 10 ditëve do të ketë ndrim të regjimit. Tani çka i ndihmoi mendimit të Trumpit që ta jap dritën jeshile për këtë ofanzivë ushtarake, po ashtu edhe rasti i Venezuelës. Ishte një sukses i madh për Amerikën apo shërbime sekrete amerikane, të cilat arritën që t'i korruptojnë politikanët Venezuelas dhe ta shesin presidentin e tyre Maduro. Dhe ai besoi që nuk është vetëm aftësia e shërbimeve sekrete dhe korrupsioni në qeverinë venezuale, po ishte aftësia ushtarake e ushtrisë amerikane. Pra ai filloi të besoj që është shumë e fuqishme ushtria amerikane dhe thoshte që ushtria amerikane është më e fuqishmja në botë dhe ne mund të arrijmë gjithçka. Dhe kuptohet që politikanët dhe ndikuesit, sponsoruesit e tij filluan që ta bindin se do të ndodhë njëjtë me Iranin. Mirë po, ne çka i njohim marrëdhëniet ndërkombëtare, ne ishim pro kësaj lufte, për shkak se e dinim se Amerika nuk është në të vërtetë aq e fuqishme, teknologjia ushtarake ka ndryshuar. Ne e pam që Izraelin e mbështete gjithë perëndimi, e gjithë Unioni Evropian, e gjithë SHBA me armatime, me inteligjencë, me aeroplan ushtarak dhe nuk arritën që ta marrin Gazën, dhe kishte të paktën 15.000 ushtar të vrarë Izraelit dhe mercenarë të cilët vinin nga Kolumbia dhe nga shtetet e tjera që luftonin për Izraelin. Ne po ashtu e pam që në kundër Hezbollahut nuk ishin sukses, dhe sidomos tani kjo lufta e fundit kundër Hezbollahut, e shiqojmë që tani Hezbollahu përdorën edhe dron me fiber, quhet me kabël, janë dron me kabël që nuk ka mundësi ushtria izraelite që t'i godasë ato, dhe të paktën 100 tanke të shkatruara, po disa thuajnë që edhe 200 tanke të shkatruar, pra e gjithë teknologjia ushtarake ka ndryshuar. Tani une teknologjinë ushtarake ndjeki prej luftës Azerbajxhanit me Ermeninë, kur Turqia me ndihmën e dronëve arritën lehtësisht ta shkatronin ushtrinë ermenese, e cila mbështetej nga Rusia në atë kohë, për shkak se Rusia dhe Ermenia ishin në një koalicion ushtarak. Dhe aty prej lufta e dronëve, pra quhet lufta 44 ditore, tani nuk më kujtohet cili vit, kam bërë dhe shkrim atëherës, po të paktën 7-8 vjet ka.
Dhe aty 2021, 2021, 2021, 2020, sorry, 2020. po, para 6 viteve. Po. Pra prej aty e pam që teknologjia ka ndryshuar dhe do të ndryshone sidomos pas luftës Ukrainë dhe Rusi. Tani unë e kam përmendur që shtyllat e fuqisë imperializmit amerikan janë tre, me tre mëja i thonë anglisht, military, money dhe media. Pra parat, mediat dhe ushtria. Tani për mediat ju ka rënë forca e propagandës për shkak se faktet janë në anën tonë dhe mediat sociale e kanë bërë të vete. Ja, pra ju dhe unë me një telefon dhe me një lidhje interneti mund të formojmë një opinion publik dhe ato që kanë në ndjekin mund të mësojnë diçka dhe është pastaj shumë rënd që ta mashtrojsh mendimin e tyre nëpërmjet propagandës. Pra mediat e humbën çifutëria ndërkombëtare fuqinë e medias. Për parat, po ashtu kanë problem për shkak pas sanksioneve kundër Rusisë të Evropës dhe të SBA-s dhe dështimit të sanksioneve kundër Rusisë, filloi Rusia me Kinën dhe me shtetet e BRICS-it që të formojnë një sistem paralel financiar, pra edhe aty e humbi fuqinë paraja amerikane dhe filloi që edhe nafta që mos shitej më me dollar, pra Rusia filloi që ta shes me ruble, filloi dhe Arabia Saudite që ta shes me paret e Kinës jenë. Më falë që të Po, ndërpres urdhno. gjatë kohës që ti po flet, po tregoj video se si Hizbullahi po përdor teknologjinë e dronëve për të goditur izraelitët. Domethënë ajo që po thoje ti më herët, që domethënë lufta ka ndryshuar, është lufta e dronëve. Dhe Izraeli po ka shumë humbje. Mund të vazhdosh. Mos e mbaj gjatë se do të na cenzurojnë videon, mandej shiqësi nuk do të munden që. Okej. Pastaj të flas edhe për një fakt të rëndësishëm pse Trumpi u bind që ta ndërmerr këtë. Në fakt njëherë ta them që kishte parashikte Trumpi që në prill ndoshta se lufta filloi në fund të shkurtit dhe në fillim të prillit kishte një takim në Kinë. Pra këtë takim çka pritet që ta bëjë në javën e ardhshme, po ai e shtyu atëherës për shkak të luftës në Iran. Dhe Trumpi besonte që pasi që arriti që ta marrë në dorë qeverinë e Venezuelës dhe naftën venezuelane, naftë të cilën e blente Kina, ai po ashtu besonte që nëse arrin që ta marrë në dorë naftën e Iranit, atëherës kur do të shkone në Kinë në prill të këtij viti, do të thoshte kinezëve, ja pra naftën ju e mirënit prej Irani, e mirënit prej Venezuele dhe e mirëni prej shteteve të gjirit persik apo të gadishullit arabik dhe patjetër të veproni kështu apo të heqni këta mendime apo veprime dhe ishte një kushtëzim që besonte që Trumpi, sa I thought I have all the cards, pra shkone në Kinë dhe të thote I have all the cards, po ashtu edhe nafta ruse është e sanksionuar dhe kompanit kineze të cilat e blenë për të rafineruar naftën e Rusisë ishin në listën e sanksioneve të SBA-s dhe Bankës Federale të SBA-s dhe të gjitha ata rafineri kineze që ka bëjnë biznis me ata rafineri hynin në sanksionet e SBA-s, pra përpiqej administrata amerikane që ta izoloj Kinën nga burimet energjetike. Mirë po ja që kjo lufta dështoi dhe ai e shtyu vizitën në Kinë dhe tani para se të shkone në SBA javën tjetër, tani edhe Kina solli një vendim që tha pavarësisht sanksioneve amerikane, rafinerit kineze, private, që ka janë jo shtetërore, do të mund ta blejnë naftën si prej Irani, si prej Rusie, pra nuk do t'i zbatojnë më kërcënimet e SBA-s, dhe kjo ishte vendimi I fundit. Dhe para se të ndodh kjo, se ne nuk kemi bërë video gjatë kësaj periudhe, ishte skandal I madh me dosjen Epstein. Pra Epstein, ky Trumpi u përpoq që ta mos lejoj që dosjet e Epsteinit që ta hapen,
edhe pse ishte një premtim parazgjedhor për shkak se votuesit konservativ të gjithë kërkonin transparencë dhe pasi u zgjodh president Trumpi, nuk lejoj që të hapen ato dosjet dhe disa deputet republikan, nga të cilët Thomas Massie dhe Marie Taylor Greene, Marjorie Marjorie, Taylor. po, dhe arritën që me ndihmën e demokratëve që të arrijnë që t'i hapin ata dosjet, mirë po kuptohet jo tërësisht, vetëm pjesërisht, dhe Trumpi kuptohet që filluan që të dalin edhe dokumente, e-maila, se ka pas marrëdhënie seksuale me minore për dhunime, të vetë Trumpit që ishin në ato e-maila, dhe po ashtu duhet kemi parasysh që ata çka dilnin ato informata ishin të cenzuruara. Mirë po deputetët republikan dhe demokrat kishin të drejtë të shkojnë në Ministrinë e Drejtësisë dhe t'i lexonin të pa cenzuruara shumë dokumente, edhe pse jo të gjitha janë të pa cenzuruara, për shkak se ata dokumente prej FBI-s, FBI-s janë dërguar në Ministrinë e Drejtësisë. Kur janë dërguar në Ministrinë të Drejtësisë, ata veç kanë qenë të cenzuruara, mirë po Ministria e Drejtësisë edhe një herë i ka cenzuruar. Dhe tani në Ministrinë e Drejtësisë janë pjesërisht të cenzuruara, jo tërësisht, dhe deputetët dilnin dhe thuanin që bëhet fjalë për përdhunime të 8 vjeçareve, 9 vjeçareve, çka kanë mund t'i lexojnë, pra ishte një skandal i madh. Dhe kjo lufta ishte një shpëtim për Trumpin, që ta defokusoj opinionit publik, për shkak se kuptohej aty se çifutria ndërkombëtare e ka në dorë të gjithë politikën amerikane, po jo vetëm amerikane dhe ndërkombëtare. Pra, aty u pa që edhe ministri apo ambasadori i Rusisë, Churkin në OKB, kishte qenë në lidhje të ngushtë me Epstein. Dhe nëse ju kujtohet Olsi, ai befasisht vdiq në New York, nuk ju bë autopsi, dhe ndoshta e kanë kuptuar inteligjenca ruse se ka bë diçka dhe e kanë likviduar. Dhe tani kur e them këtë, unë bëj kritik të madhe për Iranin, se ambasadori i Iranit në SBA, në OKB ka qenë dhe Xhavid Zarifi. Dhe them kur përderisa kanë arritur shërbimet e Epsteinit dhe Mossadit që t'i rekrutojnë Churkinin, pse jo edhe Zarifin. Këtë e them për shkak se gjatë kësaj lufte ai bëri një publikim në gazetën Foreign Affairs dhe kuptohet kemi bërë edhe video më herët çka e kam kritikuar, dhe kuptohet që brenda qeverisë së Iranit ka shumë tradhtar apo mendjeleh që besojnë në fuqinë e çifutrisë ndërkombëtare dhe nuk besojnë në shtetin e tyre të Iranit, në popullin e tyre. Dhe kjo është një, besoj që luftë e brendshme që neve si opinionistë jashtëm nuk është se kemi të drejtë që të ndërhyjmë, për shkak se jo edhe të gjithë detalet i dim, por unë kam mbajtur qëndrimin e gardës revolucionare, pra unë jam hardliner, si quhet, që kjo luftë duhet të vazhdoj, që pres që të në përfundim të kësaj lufte të shoh nëse jo zhdukje në Izraelit si shtet, të paktën disiplinimin, çka nënkupton disiplinimi i Izraelit, pra të bëhet shtet normal, gjithë qytetarët të kenë të drejta të barabarta para ligjit dhe obligime të njëjta, si në çdo demokraci funksionale. Dhe besoj që Irani është shumë i përgatitur, aeroplanët amerikan nuk mund të hyjnë në qiellin e Iranit, edhe pse bëhet propagandë se bombardohet në Iran kjo, mirë po nuk është se aeroplanët amerikan dhe izraelit hynë në qiellin apo hapësirën ajrore të Iranit. Ata goditjet çka bëhen në Teheran bëhen nëpërmjet raketave me largësi të largët, Tomahawk, apo nëpërmjet dronëve çka hynë në hapësirën ajrore të Iranit dhe godasin, apo nëpërmjet aeroplanëve ushtarak që hynë në vijë kufitare apo ndonjë zonë të izoluar me male, dhe ku e din që aty nuk ka sistem mbrojtës iranian,
dhe godisin. Mirë po edhe pse ata kanë kujdes të madh që mos hyjnë në hapësirën ajrore të Iranit, 44 mjete luftarake të Amerikës u shkatruan gjatë kësaj lufte, si avion me cisterna, si helikopter të ndryshëm, të paktën 30 dron janë shkatruar, nuk jam i sigurt për numrin, po e di që mbi 30 milion dollar. Një dron spionazhi dikun kushtonte dikun 250 milion dollar dhe bëhet fjalë për dëm me miliarda dollar. Nga ana tjetër, Izraeli po edhe shtetet arabe ku janë bazat ushtarake, ata nuk kanë më interceptor, pra raketa kundër ajrore, prandaj edhe ishin të detyruar që të kërkojnë armë pushim. Por derisa Iranit është i përgatitur, raketat nuk ju harxhohen. Raketa kanë plot për shkak se për Iranin kjo është e vetmja mundësi për të sulmuar, për shkak se Irani nuk ka aeroplan ushtarak dhe në këta 2 dekadat e fundit të paktën janë përqendruar në aeroplanet ushtarak dhe mund ta shiqojmë tani situatën e njëjtë në Turqi, për shkak se u ekspozua një armë që deri në 6.000 kilometra mund të godes, Yıldırım-Han quhej, dhe të njëjtin sistem të sulmit dhe mbrojtjes e ka marrë edhe Turqia si shembull nga Irani, për shkak se edhe në luftën e parë Izrael dhe Iran u pa që ata raketa ishin shumë efektive dhe Turqia e ka të njëjtin problem që në këta 20 vitet e fundit nuk arrin që të blej aeroplan ushtarak për shkak se nuk i shes askush. E gënje një F-35, jo F-16, jo administrata Biden, jo Trumpi do të na shes. Nga ana tjetër, këta aeroplanet ushtarak Eurofighter, të cilët i prodhon edhe Gjermania, po ashtu nuk ja shesin. Dhe si duket e ka ndryshuar strategjinë edhe Turqia që nëpërmjet raketave të mund të sulmojë, jo vetëm të mbrohet. Për shkak sistemin mbrojtës i kanë edhe S-400-at, po i kanë edhe disa sisteme mbrojtëse të vendit, si PER quhen, dhe besoj që Turqia është e përgatitur nga një sulm nga Izraeli, kuptohet me ndihmën e Perëndimit dhe SBA-s, që unë e pres të ndodh. Dhe po ashtu besoj që mund të ndodh, e kam përmendur edhe në një libër timin para 15 vite, çka e kam botuar, që pres që të bëhet një aleancë ushtarake mes Pakistanit, Iranit dhe Turqisë. Dhe ja që shiqojmë që edhe Egjipti bisedon në këta 2 muaj luft, kam pasur të paktën 3 takime, një në Islamabad, një në Riyadh dhe një në Antali të Turqisë, dhe besoj që nëse takohen në Kairo si përfundim, do të bëjnë një aleancë ushtarake, për shkak se NATO-ja më nuk është efektive, shtetet e Evropës janë dobësuar shumë si industrialisht, si ushtarakisht, dhe ka përsharje tani mes qeverisë amerikane dhe Evropës për interesa industriale, ekonomike, po edhe politike ideologjike, për shkak se mbrojtja e Izraelit në pa pardon, pra e ka dëmtuar edhe vetë industrinë e Evropës dhe gjithë opinioni publik ka filluar ta kuptojë të vërtetën, për shkak se e vetmja forcë Evropës ishte vlerat e tyre demokratike, diverziteti kulturor, mirë po ja që shiqojmë që Izraeli vret të paktën 10.000 fëmijë dhe gjithë politikanët e Evropës pa pardon e mbështesin Izraelin, pra janë zgjuar njerëzit që ta shiqojnë që nuk pas ka vlera evropiane, gjithë që ka një mashtrim, të gjithë ne kontrollohemi nga çifutëria ndërkombëtare, siç e shiqojmë te dosjet e Epsteinit, dhe dal nga dal kthehemi në vlerat tona islame. Pra, unë e them që shtetet muslimane duhet të udhëhiqen sipas vlerave islame dhe nuk duhet të bëhemi pjesë e antivlerave talmudike të çifutërisë ndërkombëtare, për shkak se kishim edhe një deklaratë kryetares së Komisionit të Unionit Evropian, e cila thotë që Unioni Evropian do të hiqet me vlera talmudike. Dhe po ashtu kishim një deklaratë të saj para 2 javë ndoshta, në një fjalim të saj në Hamburg të Gjermanisë, e cila tha që Unioni Evropian duhet të mbrohet nga ndikimi Rusisë, Kinës dhe Turqisë. Pra veç Turqia
ka hyrë në grupin e shteteve të mundshme që duhet të sulmohej pas Iranit, për shkak se në Iran, si që shiqojmë, nuk ka sukses. Mirë po do të vazhdojmë ta shiqojmë, nuk është se ne e dim të ardhmen çka do të ndodh. Mirë po tani për tani Irani ka dalë fitimtar dhe besoj që rryma e gardës revolucionare do të triumfoj në Iran. Irani besoj që nëse i kanë gjekur këshillat tona, e ka formuar bombën atomike. Ne kemi bërë ndoshta para 2 viteve video që unë kam thënë që e këshilloj liderin suprem të Iranit që ta tërheqë fetvan dhe të formojmë bombën atomike. Dhe tani nëse e shiqojmë disa analistë, se si zakonisht unë ndjeki disa me ndikim çka janë pak më neutral, amerikan apo botror, dhe që japin mendime për programin nuklear të Iranit dhe e bëjnë propagandën e njëjtë kundër Iranit, ndoshta me vetdije, ndoshta pa vetdije, dhe thuajnë nuk është mirë që Irani të formoj bombën atomike, për shkak se nëse formon Irani, do të formoj Turqia, do të formoj Arabia Saudite, do të formoj Egjipti. Pra kjo është një lloj propagande. Çka do të thotë kjo? Kjo do me thënë se vetëm Izraeli le të mbetet me bombë atomike. Apartheid, unë e quaj apartheid nuklear. Që vetëm Po, Izraeli le ketë bombë. të ketë edhe Irani, edhe Arabia Saudite, edhe Turqia. Pse të ketë vetëm Izraeli? Se pra ne e shiqojmë që kur mbeten ngushtë amerikanët dhe izraelitët, çka thujnë? Ne do t'ju zhdukim. Çka do me thënë? Do të përdorim bombën atomike. Pra e vetmja forcë e tyre mbetet bomba atomike. Pra nuk han buk më as money, as media, as military, dhe kthehen te bomba atomike. Prandaj besoj që nëse e formon, dhe besoj që e ka formuar Irani bombën atomike, besoj që thembra e SBA-s, e çifutrisë ndërkombëtare, është Izraeli. Pra nëse futet në pikpyetje siguria e Izraelit, ndërpriten të gjithë luftimet dhe sulmet, dhe nëse e ka potencial Irani të ta kërcënojë me bombë atomike, u thot nëse juve na kërcënoni apo na sulmoni, të njëjtën do t'u ndodh edhe juve, atëherës nuk do të ketë luftë, për shkak se ku është kuptimi i gjithë politikës së tyre në favor të Izraelit nëse zhduket Izraeli. Dhe kishte një çifut edhe ai është, Tom Posto më kujtohet, është 80 vjeçar, inxhinier i cili është akademik dhe është marrë me çështjen nukleare, dhe bëri një prezantim se si do të zhduket Tel Avivi me 3 bomba atomike të këtij uraniumi të pasuruar 60%, çka e posedon Irani, në rast se sulmohet nga Izraeli. Pra Izraeli mund ta sulmojë Iranin, mirë po kjo do të nënkuptone edhe zhdukjen e Izraelit. Prandaj është vetëm deterenca e Iranit me bombë atomike, çka mund të asigurojë të ardhmen e Iranit, po edhe të gjithë lindjes së mesme. Dhe nuk dua shumë të hym tani në analiza, vetëm edhe këtë ta them që ka pas shumë dezinformata se Irani sulmon shtetet arabe apo shtetet muslimane. Irani nuk i sulmon shtetet muslimane, e kam thënë prej fillimit, i sulmon bazat ushtarake në ato shtete, nga sulmohet. Kjo është e drejtë e ligjit ndërkombëtar dhe sipas statusit të OKB-s, pra nëse ti sulmohesh nga një shtet i tretë, ke të drejtë legjitime që ti sulmosh ato baza ushtarake, dhe këtu bëhet fjalë. Tani ka sulmuar ndoshta ndonjë hotel në Dubai apo dikun tjetër, i ka sulmuar për shkak se ushtarët aty kanë hyrë, po edhe agjentët e Izraelit, për shkak se ata nuk qëndrojnë më në bazat ushtarake amerikane, për shkak se nuk mund të mbrohen nga dronët dhe raketat iranian. Dhe po ashtu ka bombarduar rafineri të ndryshme, i ka sulmuar ato për shkak se edhe Irani është sulmuar, dhe për shkak se ata rafineri i furnizojnë ushtrinë amerikane, qoftë për luftanijet amerikane, qoftë për aeroplanet ushtarak amerikan. Pra është një luftë e drejtë e Iranit. Besoja që prej fillimit do të dalë fitimtar. Lufta është duke shkuar mirë, nuk ka përfunduar. Po që në fillim e kam bë videon e parë dhe kam thënë që në këtë muaj të Ramazanit do të bëjmë dua gjithë muslimanët që të dalë Irani fitimtar, dhe inshallah del fitimtar. Elhamdulillah tani është duke dalur fitimtar.
Elhamdulillah. Frymëzim, falenderoj shumë. Të dash të flasësh gjithë emisionin, nga që unë kam folë shumë, po për më shumë edhe për ata që më janë ankuar për mungesat e tua. Shpresoj inshallah që do kemi biseda të tjera kur gjeko. Dhe edhe unë ndaj të njëjtin mendim me ty, domethënë kjo ishte luftë e mirë për Iranin, edhe për Islamin, edhe për njerëzimin, domethënë nga që kjo fitore e Iranit në luftën 40 ditore, më në fund, sikur themi ne në Shqipëri, ndalu bek se ka hendek. Domethënë i tregoi më në fund arrogancës amerikane, që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, që ata më në fund gjetën një vend me të cilin do kem probleme. Domethënë Irani nuk është Iraku, nuk është Libia e Gaddafit, nuk është Siria e Asadit, por është një shtet serioz. Dhe besoj që kjo luftë i ka bërë mirë Iranin nga që gjithë ata politikanë tradhtar, agent të shitur, sikur Javad Zarifi që ju përmendët, tani kanë humbur pushtetin dhe vendin e drejton komandant Ahmed Vahidi dhe Garda Revolucionare. Dhe Amerikanët dhe Izraelitët për këtë situatë ku janë tani, tashmë po hym në muajin e tretë që ata nuk e mundin dot Iranin, dhe Irani nga një vend i izoluar është kthyer pak a shumë sikur Rusia kur nisi luftën në vitin 2022 që aneksoi detin e Azovit, edhe Irani në këto momente ka aneksuar gjithë Gjirin Persik. Gjiri Persik është kthyer në një liçen iranian. Domethënë arabët zionistë, të cilët përpara kësaj lufte sillnin izraelitët në Dubai, anijet e tyre bënin tregti ku amerikanët sundonin gjithë Gjirin Persik. Çfarë ka ndodhur pas kësaj lufte? Unë shoh të njëjtën paralele me luftën që bëri Rusia në Ukrainë, që aneksoi detin e Azovit. Dhe fajtor për këtë janë vetë zionistët, Benjamin Netanyahu, Donald Trumpi, e që ata menduan që duke vrarë Hoxh Ali Khamenein do të rrëzonin Republikën Islamike, po çfarë ndodhi është që tani më pushtetin e ka Garda Revolucionare, dhe unë mendoj ashtu sikur ju, që Garda Revolucionare tani e kupton që është shpata ajo që vendos drejtësinë, nuk janë më negociatat dhe sjellja e mirë, të cilën Imam Ali Khamenei ka mbajtur në gjithë këto vite. Do shtosh diçka përpara se ta mbyllim apo ta mbyllim? Jo, e përfundoj mos. Mirë, miq, ju falenderoj të gjithëve. Këto ishin opinionet e mikut tim Frymëzim Daudit për luftën ndërmjet Iranit me SHBAN dhe Izraelin. Do dëgjoni sërish inshallah në biseda të tjera. Selam aleikum wa rahmatullah.